Shumë biznese u janë përgjigjur kërkesës së administratës tatimore që deri në maj të këtij viti të pajiseshin me një terminal POS për realizimin e pagesave me kartë. Këtë tregojnë shifrat e Bankës së Shqipërisë, sipas të cilave në gjysmën e parë të 2026-s, numri i terminaleve POS është rritur me thuajse 24%, krahasuar me vitin e kaluar. Bëhet fjalë për 7.399 terminale të reja që janë marrë prej bizneseve nga janari në qershor. Gjithsesi ekzistojnë 38.000 terminale POS në Shqipëri, por sa janë përdorur realisht ato? Strukturat akomoduese, bujtina, blok apartamentesh, motel, fjetje dhe mëngjes, hotel i shpërndar, resort dhe struktura akomoduese trashëgimisë kulturore. Ata që ofronin shërbime në sektorin e transportit dhe institucione apo shoqëri publike me kapital shtetëror, ishin të detyruar të pajiseshin me POS në çdo pikë shitjeje të tyre. Tatim paguesi që kryejnë shitje me para në dorë duhet të ofrojnë tashmë edhe një alternativë tjetër për kryerjen e pagesave, që është ajo me kartë. Megjithatë, fakti që është rritur numri i bizneseve që tashmë zotërojnë një terminal POS fal këtij detyrimi, nuk sjell domosdoshmërisht përdorimin e tyre. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, numri i transaksioneve me terminale POS është rritur lehtë përgjatë këtyre muajve. Rritja rezulton të jetë normale, një lloj si tendenca e viteve të kaluara, pa një ndikim të madh nga detyrimi i vendosur këtë vit për pajisjen me POS. Konkretisht 16 milion ishte numri i pagesave me kartë i realizuar në këtë pajisje në 6 muaj të parë të këtij viti, nga 12.5 milion që rezultonte në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Përgjatë 2026-s, rritja më e lartë është shënuar në mars. Përsa i përket vlerës së pagesave me kartë, 58 miliard lekë kanë qarkulluar nëpër POS në 6 muaj, nga 48.3 miliard në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Megjithatë, hendeku ndërmjet numrit të bizneseve dhe numrit të terminaleve POS vijon të jetë tepër i madh. Sipas Instat, 250.000 ishin njësi ligjore aktive në 2025-ën, ndërsa tregu ofron vetëm 38.000 terminale POS. Megjithatë, jo të gjitha bizneset kanë nevojë për një terminal të tillë. Deri në fund të këtij viti edhe bizneset e sektorëve të tjerë janë të detyruar të pajisjen me një POS.